me Shqipninë në përkraje tash im thonë. Domthon, në fund, nëse e zbërtheni deri në fund, luftë baraktarizmi, kush është pronari i ushtrisë lirimtare të Kosovës? Populli, deklaruan shumë Selimi, Kadri Veseli, ishtë dashtë Kosova me qenë pronari. Jo, ma te për se krejt... Shumë e qartë, i kena pas qartësisht kësaj ere në gjykatë. Ma te për se krejt jënë qata njerës që kanë vdek me steme në ushtrisë lirimtare të Kosovës me idealin për shlirimin e Kosovës, po tash po do mu bo Albin Kurti pronari u UÇK-s. Po do mu bo pronari u UÇK-s. Po munohet me e ka bo edhe familjen Jashara e ka shti në mulli me blu për me mbet kënë se një farë pronari i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe përplasja me Ramën nuk është do si do. Se besojnë që zoti Kurti mune me pas ka shambicit që asë madhe me privatizu me thonë UÇK-e mune. Po jo, normalisht, cila është tendenca këtu? Zoti Abazi, konstatuzin e veteranit, ka deklaru vetë. Cila është tendenca këtu? Tendenca është që me lonë qatë deklarat thoqit që thotë unë kom qëndru largë prej frontit luftës edhe me thonë që Kurti pas ka qenë njëri që pas ka vepru në kodër të... Kjo është soza e përdërimit të saj deklaratës që po përdoret? Absolutisht, nuk ka tjetër. Dëmonë, po mundohet me kriju e me rishkru historinë se të qenurit në zyrën politike. Ka narrativ, urrëtia ka që madhe. Ka që është i heshtur për raportin me zotin Demaci, i cili thot njërë decidive që na i kemi ndorë rrugë me Kurtin sepse nuk ka pos qasje pragmatike ndaj procesit edhe të rambujesë dhe të shpalljes pavarësisë Kosovës. Du të mi po këtë procese prej kontekstit historik. Po unë çfarë po lutem është që mës me qa edhe qatë pak histori që e kena kriju. Mës me ndo shqiptarët lidhur me një çështje që është shumë e rëndësishme. UÇK-ja nuk është ase Hashimit, ase Albinit, ase Ramës. UÇK-ja është e popullit Kosovës. Qashtu që është lëvizja dhe rolin e themeluesve të saj. Tash kush është themeluesi këtu? Adem Jashari. Sigurisht që është Adem Jashari. Tash këta krejt kanë dollë në një farë diskutimit lajthitur historik, për që ata po them, nuk ishtë dosht kur kjo punë më bo tem që ka që më. Edhe 6 minuta, dikun edhe 5 minuta, si komenton zgjedhjet Maqedoni pozicionimin këto, duar trokitjet për një kryeministër fashist, që është kjo aktuali VMRO-s, një egzaltim, gati në orgazm, karshi një fitorit të tillë, polemika, duar trokitje, karshi akuzave dhe deklaratave dje, që i tha për Ali Hameti, ndërke fundu zoti Hameti, është një pinjeve që ka luftu për Kosovën, për Maqedoninë, një aktivisti, që shë spjegon këto? Po, që kjo është linja që ju thash ma herët, ma ofër është Mickovski, e Radojqiqi, e Simiqi, se sa që është Ali Hameti, e që është Roma, e që është Hashim Thaçi, e të tjerë. Dhe më thonë, kjo është baza mbi cilën vepron politikisht Kurti. Kupton, ne përfundimisht e kemi godit faktorin shqiptar, jo ne, Kurti e ka godit faktorin shqiptar në Maqedoni. Këta vlenit janë shqiptarëve zoti Abazi, nëse flasë për goditjen mbasi kompsisën, po flasë për shovinista, nuk po flasë ngjdari, po dhe vlenit janë shqiptarë zoti Abazi. Po flasim na për raport të rezultateve. Na kërqovën mas 2001-shit për herë të parë për shkak të intervenimit Kurtit pikalon një Maqedoni me udhëheq kërqovën. A çfarë? Po. Rezultati është ky. Nëse për 20 e sa vite në Kërqov ka udhëheq një shqiptar, për shkak të përplasjes edhe formës së përkrajës Mickovskit, të pa kusht që i ka dhënë Kurti nëpërmjet vlenit edhe direkt, i bie që Kërqova sot... Jeni ka koalicion, pse duhet me qenë zoti Kurti për krahas i Mickovskit kur është vlen? Pse është? Nuk po flam pse duhet. Ka qenë koalicion me Meron, zoti Abazi tash na. Më na thon ky po ka mbajt pozicion. Mu më shqetësoj situata kur dora turkitet një fashisti ka shi deklaratave shoviniste ndaj shqiptarëve, që është atje, nuk ka kalu kohë shqiponjeve këtu, nuk ka shqiponje edhe. Sigurisht. E kush ato e bë? Ato e bë vetvendosja me poltronët e servilt politik në Maqedoni. Kjo nuk është ndodh me një situatë imagjinare. Është situatë reale. Vleni po i duar troket Mickovskit, i cili ndajti i heshtur kur u kërku vrasja e keq shqiptarëve në Kumanov, në stadium. A është ajo? Po. Domethënë për çdo po flasim na. Kur presidentja e Maqedonisë del hapur e thotë do ta krijojmë një gjyq special për UÇK-n e Maqedonisë. Kërkon ndjekjen e shqiptarëve që kanë luftuar në Maqedoni për drejtat e shqiptarëve. Po hajde krejt kjo pjesa e pjalom historisë. Ka qenë nëse kanë qenë 9 shqiptarë të punësuar në kohën e BDI-s, në administratë publike, në Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të Brendshme, në administratë publike, sot e kemi një shqiptar. Një.
prej 9 është kthy 1. Ky është regres masiv. Nuk po flas që Ali Ahmeti është në farë, si themi, angel prift i shqiptarëve në Maqedoni. Po flasim për një proces ku shqiptarët prej 0% përfaqësim kanë arritë që të kenë 9 njerëz të punësuar në dikastere ndryshme. Së djenë 0. Plus që ku është qeverisja e Vlenit? Cila është qeverisja? Mickovski është anti-evropian, anti-amerikan, pro-rus në vlera, pro-sërb, dhe ti e ki një klasë tonë politike të krijuar pej Kurtit, Vleni, që është në përkrajet Mickovski. Si e komenton deklaratën Mickovski dje me njëra mas përfundimit zgjedhjeve, tha tash Maqedonia tha nuk e zgjedhi, tha një subjekt politik, tha po e zgjedhi rrugtimin e saj. Ty di avarsinë e tina me Putinin edhe me Vučić. Sigurisht. Çka nuk kupton? Kjo do të thotë që edhe ka rrezik ty di si Maqedonia është pjesë e NATO, zotja Bazi. Se zgjutëmi në aventura mas një 50 viteve nëse shkon ky proces në çet formë, po shpresoj që jo, se siç do është Maqedonia me mbet, si themi, në mëshirën e Mickovskit dhe rrugtimin ti drejt Moskës, është sikur ajo fotografia që shkojnë disa krerë shqiptar me Nikola Pashiqi në fotografi në Beograd. Njësoj është, këta të Vlenit janë nën krahun e Mickovskit në drejtim të Beogradit. E bën krahasimin me kohën e Nikola Pashiqit të shqiptarëve të ndershëm të asaj kohe. Se më dhon mundësia Mickovskit çka është rëndë, zotja Bazë. Te punit janë përfaqësues, populli votoi edhe Vlenin. Po unë edhe ti moj mend që Janakulovska ka thonë për 2 ditë i qesim shqiptarët jashtë kufeve të Maqedonisë, edhe i kanë ndjek shqiptarët, i ka vrarë shqiptarët në rastin Mostra, në raste të tjera, janë qytetarë vëmëros, cilët e kanë bërë krimin ndaj shqiptarëve në Maqedoni. So shpejt për ju falim na gjithve e për ju hymë në krah atyne. Nuk po them. Jo, është ideja që qysh mundet Mickovski më të bo ma i ofërt e qaq armik më të bo Musa Xhaferi, Ali Ahmeti, krejt tjerë në orën tjetër. Nuk po kuptoj pse po na përsëritet historia neve që kaq shumë mundet më të bo armik shqiptari, për shembull, po kthejna prap, nuk flet me asnjë prej grupit parlamentar të vetvendosjes, po shkon kërkon ndihmë prej Radojqiqit e Simiqit për vota. Ky është Albin Kurti. Zotja Bazi, jemi në sekondat e fundit, po shkojmë drejt zgjedhjeve apo drejt krijimit të qeverisë të opozitës? Unë mendoj që jemi në një paralelizëm të, po shpresoj që e ka kuptu edhe Abdi Gjiku edhe Krasniqi, urgjencën e një paralelizmi. Ne mund të shkojmë drejt zgjedhjeve, po unë mendoj që mundësia për një krim një qeverie të përbashkët PDK, LDK, AK dhe grupet minoritare është reale. Zotja Bazi, ishte kënaqësi pas studio, faleminderit shumë për kohën. Kjo ishte krejt se për emisionin për sonte, ju uroj natë mirë, natë mira, natë e mirë.